Stine ka folë për herë të parë pas largimit të tij nga Big Brother VIP Albania 5. Ai ka shpjeguar se ky vendim ishte rezultati i një reflektimi të thellë personal dhe një nevoje për të rikthyer fokusin te familja e tij. Në prajmin e 10 janarit, ai befasoi të gjithë me deklaratën se nuk ndjente më dëshirë për të vazhduar lojën. Stine theksoi se motivi që e kishte shtyrë të hynte në shtëpi kishte humbur, duke e bërë atë të ndihej si në vendin e gabuar. Kjo situatë e detyroi atë të merrte një vendim të rëndësishëm për jetën e tij. Hyra për të luajtur, por kur dëshira për lojën ikën, gjithçka humbet kuptimin. U përpoqja ta ambientohesha, por nuk funksionoi, shpjegoi ai. Stine theksoi se ky vendim ishte i tij dhe nuk ishte lidhje me askën tjetër, duke e bërë atë të ndihej i qetë me zgjedhjen e tij. Pas largimit, ai zgjodhi të mos jepte intervista, deri në këtë moment ku në këtë bisedë ai zbuloi dimensionin emocional të këtij vendimi. Ai theksoi se familja ka qenë gjithmonë prioriteti kryesor për të, duke e bërë atë të reflektojë mbi vlerat e tij personale. Mendoj se kam bërë zgjedhjen e dur. Familja është mbi gjithçka, tha ai duke nënvizuar se vendimet e tij janë të menduara me qetësi dhe pas një reflektimi të thellë. Kjo tregon se ai ka një lidhje të fortë me ata që i duan më shumë. Stine gjithashtu theksoi se nuk ka asnjë keqkuptim me produksionin apo me banorët e tjerë. Largimi i tij ishte një nevojë personale për të respektuar veten dhe ndjenjat e tij, një vendim që tregon pjekurinë e tij emocionale. Në fund të ditës jemi njerëz, bëjmë zgjedhje dhe ndonjëherë edhe gabime. E rëndësishme është të jesh në paqe me veten, përfundoi ai, duke e bërë të qartë se ky vendim ishte një hap i nevojshëm për të rikthyer ekuilibrin në jetën e tij. Me këtë vendim, Stine ka treguar se ndonjëherë është më e rëndësishme të dëgjosh zërin e brendshëm se sa të ndjekësh një rrugë të caktuar. Kjo është një mësim për të gjithë ne që ndonjëherë duhet të vendosim për veten dhe ata që duam më shumë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.